Me tekbire dhe rite islame, në mishtorin Loku në Forin ka filluar therrja kurbanëve të organizuara nga Basia Fetare Islame e Maqedonisë së Veriut. Kurbanet janë siguruar përmes kontributit financiar të besimtarëve musliman nga vendi, ndërsa procesi po realizohet në mbikëqyrjen e komisioneve përkatëse të Basisë Fetare Islame dhe Muftinive. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la Drejtori i sektorit të vakufeve në Basinë Fetare Islame dhe njëherë antari i Komisionit Qendror për therrjen e kurbanëve, Fehmi Bibi, deklaroi se edhe këtë vit Basia Islame po e çon në vend amanetin e besimtarëve, ndërsa therrja e kurbanëve ka nisur në të gjithë territorin e vendit. Sipas tij, vetëm në territorin Loku në Forin është paraparë të therren 80 lopë dhe rreth 300 dele, ndërsa procesi po zhvillohet paralelisht edhe në Tetov, Shkup, Kumanov, Prilep dhe qytete të tjera. Ai bëri të ditur se në nivel shteti Basia Fetare Islame ka planifikuar therrjen e mbi 5000 kurbanëve, ndërsa vetëm në Muftinin e Gostivarit deri në mëngjesin e ditës së parë të Bajramit janë konfirmuar mbi 650 kurbane. Basia Islame si çdo vit edhe si vit emanetin e besimtarëve është duke e çuar në vend dhe anë mban vendit ose Maqedonisë së Veriut kanë filluar prerja e kurbanëve. Sot jemi këtu në këtë moment jemi në territorin Loki në fshatin Forin, ku janë parapatë të therren 80 lopë, kafshë të mëdha dhe 300 dhen. Në nivel të Bashkisë Islame do thotë ka filluar therrja siç përmenda, ka filluar therrja në Tetov, në Shkup, në Kumanov, në Prilep, pra anë mban vendit ne mbulojmë gati gjithë territorin e Maqedonisë. Mbasi që do bëhet therrja ose gjatë therrjes do fillojë edhe në bashkëpunim me Muftininë Gjergjse, do fillojë edhe shpërndarja e mishit të kurbanit për nevojtarët, fukarat dhe gjithë ata të cilët kanë nevojë për mish kurbani. Ne kemi planifikuar si Bashkia Islame, gjithsesi si riaseti i Bashkisë Islame, Komisioni i Kurbanëve si mjet ka planifikuar të bëjë prerjen mbi 5000 kurbanëve, ashtu janë projekcionet. Por numrat sa vinë përdisohen, ashtu që kjo që do deklaroj tani nuk është përfundimtare. Për shembull në Muftininë e Gostivarit për momentin deri në mëngjes ditën e parë të Bajramit kemi të konfirmuar mbi 650 kurbana. Vazhdon lista, do merret nga këshillat e xhamive dhe nga vendet të ndryshme deri ditën e 3 të Bajramit. Mbasi që siç e dinë besimtarët, prerja e kurbanit fillon prej ditës së parë mbas linjës diellit dhe deri ditën e 3 para perëndimit të diellit. Bibi theksoi se pas therrjes do të nisë edhe shpërndarja e mishit të kurbanit për familjet në nevojë, fukarat dhe kategoritë sociale që kanë nevojë për ndihmë. Në emër të Reisul Ulemas, Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetaj, riasetit dhe komisionit të kurbanëve, ai falënderoi besimtarët për besimin e dhënë ndaj Basisë Islame, duke lutur Zotin që kurbanët e tyre të pranohen. Shfrytëzoj rastin që të falenderoj gjithë besimtarët të cilët i kanë besuar Bashkisë Islame për prerjen e kurbanëve në emër të kreut të Bashkisë Islame, gjithsesi Reisul Ulemas, Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetaut, në emër të riasetit dhe komisionit të kurbanëve. Shpresojmë që këtë emanet të besimtarëve ne me përpikshmëri dhe me shumë devotshmëri, me shumë përkushtim do ta çojmë në vend. Zoti inshallah gjithë besimtarëve të cilët kanë bënë jetë kurbanet e tyre, Zoti va bëjë kabul e makbul inshallah. Nga ana tjetër, referenti në Muftininë e Gostivarit Jusuf Gjeladini bëri të ditur se menjëherë pas therrjes do të fillojë edhe shpërndarja e mishit nëpër këshillat e xhamive dhe në vendet ku është planifikuar të destinohet ndihma. Ai falënderoi të gjithë besimtarët që ja besuan therrjen e kurbanëve Muftinisë së Gostivarit dhe Basisë Fetare Islame, duke theksuar se ky amanet po realizohet me përkushtim të madh. Shfrytëzim nga rasti që të gjithëve besimtarëve të cilët na kanë besuar kurbanët, t'i falenderojmë dhe duke lutur Allahun fuqiplot pra që t'i pranojë ato t'i bëj kabul e makbul. Pra sot bëhet therrja e kurbanëve, në vazhdim do të bëhet edhe shpërndarja e mishit pra në këshillat e xhamive edhe në të gjitha vendet në të cilët do të destinohet mishi i kurbanit për këtë vit. I gjithë mishi i grumbulluar do ndahet përmes rrjetit të muftinive dhe këshillave të xhamive, duke siguruar që ndihma të shkojë te fukarat dhe nevojtarët në mënyrë të organizuar dhe të barabartë.